Të nderuar miq, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Takohemi me të pashoq, do të analizojmë aktualitetin edhe pak brenda vendit, por sigurisht më shumë jashtë tij, sepse kam kënaqësinë të kem sonte në studio Elir Kullën, ekspert sigurie. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Përshëndetje. Tani e nisim sikur se thash nga vendi. Në datë 5 mars pritet një vendim i rëndësishëm nga seanca plenare në Kuvend për fatin e numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Sigurisht, opozita ka deklaruar me kohë që kërkon të hiqet imuniteti, por shenjat e dukshme këto orë i ka dhënë Partia Socialiste se nuk do ta votojë diçka të tillë. Është brenda logjikës gjërave, por është shumë vonë. Pse vonë? Shumë vonë. Kjo gjë bëhet 10 vjet përpara, edhe sikur mos edhe do ndodhi edhe është brenda logjikës që imunitetet ekzistojnë pikërisht për të ruajtur balancën e pushteteve. Por kjo gjë duhet ishte parapar në 2016, kur bën atë të famshme reformën në drejtësi, edhe kur të kujtohet që u halla katën gjithë ishin gjithë kështu euforik. Tashmë është shumë vonë, thjesht do shtyjnë ca kohë më tepër, sepse ajo zonja zyrë qeverisë nuk kthehet dot më. Çfarë do të bëjë, domethënë, si do ta bëjnë këtë? Do jetë deputet edhe është në drejtën e saj të mbrohet me imunitetin e deputetit, sepse është imunitet kushtetues. Por problemin e saj ajo ka me drejtsinë. Domethënë, unë jam paraprakisht jam dhe kam qenë kundër paraburgimit si formë represive. Ndaj kujdo qoftë ai. E kam thënë ndaj Veliajt, ndaj Metajt, ndaj kujdo. Problemi është se këta janë kujtuar shumë vonë, u kujtuan kur erdhi kur fut brenda të borrit kryeministrisë. Kështu që do marrë një vendim, i cili është në fakt një çerek vendimi, se s'është as vendim tamam. Vendim që do t'i thonë prokurorisë vazhdoni hetimet ju, vazhdoni punën. Ndërkohë që nga gjithë ata njerëz që janë në dosje e tjerë, domethënë, dhe nga tjerë që do hyjnë në dosje, sepse me atë që tha prokuroria me kërcënime e tjerë, duket që ka shumë njerëz tjerë që kanë qenë në vëzhgime dhe ngrihen akuza të tjerë. Vetëm kjo zonja ka imunitet, tjerët janë gjithë pa imunitet dhe ata mund t'i paraburgosin kur duan, në një formë ose një tjetër. Tani, u vure një detaj i pazakon, i pa precedent duhet thënë, që prokuroria e posaçme dha pretencën për Ballukun në Kuvend. Nuk dha pretencën. Prokuroria e posaçme tha, kur erdhëm këtu, tha mali akuzave që ishte, tha deri atëherë mund shkonte maksimumi deri në 10 vjet, se ky është kodi penal që keni bërë. Me gjërat që kanë ndodhur, tha, ndërkohë, tha, nga tetori deri jemi në fund shkurtit tash. Gjërat janë sqaruar aq shumë, dhe ata kanë dhënë argumenta, unë nuk e di saktësisht se çfarë. Pasi janë dokumenta sekrete, por u tha domethënë, nëse sot pra do shkonte me këto akuza, mund shkojë me akuza që shkojnë deri në 35 vjet burg. Pra çfarë la të kuptoj prokuroria? Që janë zgjeruar hetimet me akuza për organizatë kriminale, kërcënim dëshmitarësh, ku diun ca akuza tjera që mund të kenë ata aty brenda. Pra nuk kemi më tek faza iniciale kur kishim pabarazinë tendra. Kemi shkuar shumë thellë. Prandaj them që ky proces mbron imunitetin e deputetes Balluku dhe për mendimin tim duhet të mbrojë imunitetin e deputetit kushdo qoftë ai, kështu ka qenë edhe për Sali Berishën, kur e hoqën, edhe për Arben Ahmetajn. Prandaj them më shumë vonë, kjo punë duhet të ishte bërë përpara. Por ndërkohë në procesin hetimor gjërat kanë ecur përpara, s'kan ç'mbrojnë më, sepse edhe sikur të jetë ata brenda 6 muajsh e çojnë proces, maksimumi 2 vjet e dënojnë, edhe në momentin që merr dënimin përfundimtar në apel, s'ka imunitet të mbrojë. Prandaj them që kjo gjëja është shumë vonë. Duhet të ishin kujtuar 10 vjet përpara kur e bën. Tani më thjesht do t'i rrisin kostot dhe presionin vetes. Dhe ki parasysh vetëm Balluku ka imunitet. Në atë dosje ka shumë njerëz që janë gjithë pa imunitet. Ditët e fundit, kryeministri Rama ka dhënë shenja nëpërmjet edhe njerëzve të tij se nuk e do më paraburgimin pa vendim të formës së prerë. S'ka asnjë lloj problemi kryeministri Rama me paraburgimin. Kryeministri Rama e ka me veten dhe me faktin që kryeministri Rama është i paqartë nga 2016 deri sot me atë që ai e quan dhe unë jam babai i reformës së drejtësisë.
Pra problemi është me parimet e kësaj gjë. Këto janë detaje, paraburgimi o paraburgimet, këto janë gjitha detaje. I kanë vojtur këta që i kanë vojtur, që i përmendëm. Kryeministri Rama nuk duhet ta kishte çuar gjën që Ilir Metën ta merrnin për lecka, se ka qenë president Republike, ka qenë kryetar parlamenti, ka qenë kryeminist, shumë më përpara kjo gjë. As me Erion Velian, sepse është kryetar i zgjedhur. Mos harrojmë një gjë, Erion Velin nga kryetar bashkie nuk donte ta shkarkonte opozita, donte ta shkarkonte Edi Rama. Para 6 muajsh, apo harruan, 5 muajsh. Pra është shumë vonë. Ai është ende i paqartë. Një ditë del thot një gjë tjetër, një ditë del një gjë tjetër, një ditë del thot një gjë tjetër. Tani ku i ka këta etrit e reformës ndërsi, që e shkruan reformën ndërsi, juristët e mëdhenj që i kishte. Grupin e zotit Xhafa e Ulsion këta. Ku janë? Ta janë ata që dolën për zot reformës. Ku e kanë reformën sot? Tash që ka arte o borri, tash ka gjithë kundër. Prandaj them, Rama është kryeministër dhe është lider politik. Dhe kryeministri dhe lideri politik qeverisë nuk flet. Qeverisja bëhet me letra. Vazhdoi ai sado bëhet, është ata kanë hequr përpara me hetimet. Kanë hequr shumë përpara. Dhe tani aty duhet marrë vendimet, mëdha politike. Çdo vendim i vogël politik vetëm jep pak oksigjen e shtym atë e shton gjën. Domethënë, në gjykimin tim, në momentin që ai është, duke përfituar nga dobësia e opozitës, sepse duhet të pranojmë një gjë që ka një opozitë dobët, ai duhet të shkojnë zgjedhjet parakoshme të thotë, kjo është situata, po bëjmë leximin faktik të gjërave. Do shkojmë tek njerëzit, nëse njerëzit na japin prap një mandat tjetër dhe ne qeverisim dhe atëherë kemi të gjithë drejtën të hymë dhe të reformojmë edhe një herë drejtësinë. Në kushtet tjetër unë e shoh të pamjaftueshëm, të dobët, kaotik. Veprimet janë kaotike, ç'thot njëri, nuk thot tjetri. Ç'thon sot nuk e thon nesër, ç'thon pas javë nuk e thon. Ç'thonin para 6 muajve se thonin para 3 muajve, ç'thonin para 3 muajve se thon sot. Prandaj them, nëse kjo zonja 6 muaj më parë, tetor kur ishte 5 muaj më parë, kur ju komunikua hetimet pra akuza që po vetonin, do të bënte një hap mbrapa dhe një hap anash, nuk do ishim këtu. Do ishte edhe më mirë për të. Gjërat kanë hequr, kanë sqaruar sepse ky është sistemi. Pra, e dikur këta e shitën sovranitetin e vendit dhe të politikës për karriken e tyre, atë kujtohet historia e Drejtit Kllallës. Ish prokurori i përgjithshëm, njeriu që kishte qenë drejtuesi i institucionit më të rëndësishëm të vendit hetimit për 5 vjet. Dhe kishte kaluar një jetë në prokurori. Fund fare ai u dënua për një apartament të vogël në Durrës dhe për vlerën e pronës. Për një gjë që kur kishte qenë ai kryetari i LDKP-s nga me gjobe kishte bërë me dënim penal deri në 3 vjet. Me atë vepër u dënua. Të kujtohet, talleshin, për qeshnin, bënin tani shumë vonë. Tash është bërë rrugë kjo. Dhe ata nuk e kanë ndërmend të rriqen sepse këta, shikoj që ta shpjegoj Edila. Këta po i thon atyre që janë atje, që tash ne ju kemi dhënë ju këtë pushtet, por ju mos e ushtroni këtë pushtet. E para nuk është në natyrën e shqiptarit që t'i japësh pushtet, mos e të është. E dyta nuk është në natyrën e institucionit. E treta, ka një problem sot. Shifen sondazhe. Po të shkoj sot dhe të bëhet një garë, një zgjedhje kryeministrit nga populli, pra kryeministrit ose të presidentit nga populli, dikush zgjedhet në Shqipëri. As Rama, as Berisha, as Begaj, as Meta, as një. Altin Dumani zgjedhet. Që është absurde, sepse kjo e bën institucionin e hetimit si një institucion politik. Po kështu e bën këta. Dhe këta nuk kanë kurajon, që ai thotë do çojmë ne, do bëjmë ligjin, thotë ndryshimin, thotë që do heqin pezullimin. Po mirë, ai ti do heqësh pezullimin, siç e bëre, se ata i kërkuan vetëm pezullim. Ata do të kërkojnë urdhër arresti. Pra, a kanë kurajo këta të hyjnë ndonjë reformë drejtësisë? Unë i shoh të pamjaftueshëm, të dobët, kaotik. Edhe, domethënë, si asnjëherë tjetër shoh administratën komplet shtuar. Nuk mund të ndodhë një vend për ishin gjitha rrugët në njëjtën kohë. Sepse ç'a do themi? Ja ka fajin Zotin, veri ja ka Zoti me zjarret, ndihmën ja ka Zoti me zjarret. Ç'a do themi? Ndihmën ja ka Zoti me rrugë, domethënë. Problemi është që këtu nuk do mjaftonin gjithë të rrugë, do mjaftonte vetëm një rrugë. Që t'jep të dorëheqë ministri i linjës. Do të mjaftonte vetëm një problem, një spital që t'jep. Dhe dorëheqja është një qeverisje shumë normale europiane. Asnjëri, ata janë të ngurtë, nuk sheh më asnjë ministër dalit të flasit, të promovojë punën e vet, hiç asgjë. Sheh vetëm Del Rama në fundjavë ka atë komunikimin e tij në rrjetet sociale me atë podcastin e vet.
e para njëherë, kjo tregon dobësi shumë të madhe politike, e dyta tregon një pafësi shumë të madhe të njerëzve që ai ka aty. Unë po t'jem ministër. Do pres kryeministër unë promovoj punën time, e bëj vetë punën time. Dhe prandaj them që ai është mandatuar për të qeverisur dhe është lider politik. Dhe nuk mund sillet as si një lider OQ, as si drejtues mediash, duhet të bëj punën për cilën është mandatuar. Çfarë të them? Ta shohim si do shkojë. Okej. Tani, në këtë studio kemi ngritur kohë më parë pikpyetje nëse kryeministri Rama do të mund të shkonte në shtëpinë e bardhë. Ju thatë jo, megjithatë në Washington shkoi dhe presidentin amerikan e takoi. Para një herë s'kam thënë që s'do takoj ndonjëherë presidentin amerikan, e dyta s'kam thënë që s'do shkoj në Washington, se unë s'jam përfaqësues i opozitës, tu ka vetëm njëri që nuk shkon dot në Washington dhe është në listën e zezë, dhe ai është në krye të opozitës. Dhe kjo është edhe dobësia më e madhe e opozitës shqiptare. Por në shtëpi të bardhë nuk shkoj, madje as në departament shtetit nuk shkoj. Duket qartë që sot ne kemi një ngërç. Dhe jo vetëm aq, por u përsërit dhe ajo që u bë herën e parë, që Parlamenti i Shqipërisë votoi, dhe ministri i jashtme mos gaboj ratifikoi çoi dhe letrën për pjesëmarrje në Bordin e Paqes. Kryeministri shkoi dhe mori pjesë në takimin e Bordit të Paqes. E prapa ambasada amerikane në Tiranë nuk ka lëshuar as 2 rreshta për praninë, për këtë mbështetje. Asgjë. Asgjë. Hiç komunikim. Sigur ke shku ti dhe unë në Washington. Do thush ti, e bën kjo ambasadës amerikane, është linja shtetërore. Dhe këta e din mirë. Pra, këtu ka një ngërç të madh. Dhe ngërçi ku vjen? Vjen pikërisht për shkak të situatës. Mendoj që Rama ka akoma shanse. Sepse duke qenë që është i vetmi lider i zgjedhur që është akoma në detyrë dhe nuk ka akuza etj, përveç akuzave publike që janë normale në politikën shqiptare, që mua më duken absurde që të jetë kështu, domethënë, në historinë e politikës shqiptare, po s'kemi çfarë bëjmë, 35 vjet ç'të punë kanë bërë këta. Kanë qenë njërin pushtet janë marrë me familjen tjetër, ka ardhur tjerët janë marrë me familjen tjetër, dhe për mua marrja me gruan, me fëmijët, me këto gjëra ka qenë gjithmonë gjëja më e poshtër e politikës. Janë marrë me ndjes pas Fatostanën, janë marrë me familjen Metës kur ishte kryeministër, janë marrë me familjen Berishës, tash i merren me familjen e Ramës, janë asjellës, por kjo është gjyra e pisit që ka politika Shqipëri. Por nga ana tjetër, shkoj nuk shkoj në shtëpi të bardhë, që nuk shkoj. Mori pjesë në atje në Bordin e Paqes. Nuk shkoj në departament shtetit që nuk shkoj. Nuk shkoj në summit të Muniut që nuk shkoj. Nuk shkoj në Davos që nuk shkoj. Këto gjëra nuk kanë rëndësi. Ne kemi një problem këtu në vend. Më thënë, kryeministri del dhe i bën avokat, më thënë që po t'isha unë kryeministër, të gjitha ta linjën, se me që ministrën e pezulloi kushtetuesja, të gjitha ta linjën e drejtorëve që dolën dje dhe mbanin fjalim aty, sigurisht ishin drejtorët që vinin nga planeti Mars, jo sigurisht në Shqipëri dhe ishin ata përgjegjës, unë si kryeministër i kisha shkarku dje dhe i kisha çuar gjithë për ndjekje penale di. Se nuk është normale që një rrugë që i ka mbijetuar perandorisë osmane, fashizmit, nazizmit, komunizmit, 35 vite del dhe prishet dhe bie komplet rrugë kështu. Dhe nuk bie vetëm ajo rrugë, bien rrugët kudo që janë bërë të vjetra dhe të reja. Po, 3 raste. Tani, këto përgjegjësi do t'i mbaj dikush? Se nuk është se njerëzit po kërkojnë, kujtun kanë në mbledh apo kanë një dëshirë për shku me Berishën. Jo, kryeministri e tha qartë, të reagoi. Çfarë tha? Asnjë përgjegjësi, 0 përgjegjësi. Po shumë mirë, pra Qeveria dhe firmat. Ky vazhdon, po i bën avokatin këtyre, po vazhdon i bën avokatin. Oligarkë, drejtuesët pa aft, një pjesë e tyre janë të korruptuar, këtë thot korrupsioni nuk e them unë, po thon institucionet e drejtësisë. Ndërkohë që ka një hetim nga prokurori Elbasanit pikërisht për këtë gjë. Tani, ky është problemi që ka kryeministri. Ky kryeministër duhet kuptojë që është atje për të qeverisur, dhe për të bërë podcast. Se në momentin që të ndodhi një gjë e tillë, kur do të ndodhte, në cilën do lloj, në çfarë do lloj vendi,
ka ca përgjegjësi, qoftë edhe për papsi. O zotërin, fal, ti mund të jesh shumë djalë i mirë, ose mund të jesh shumë vajzë e mirë që je një drejtor e tjerë, po hap krahun se këtë gjë s'di ta bësh, do vi ky tjetër. Se nuk mbaruan njerëzit shqip. Aq më tepër Partia Socialiste që është partia e madhe, ka lloj-lloj drejtuesësh. Ky është ngërçi që ka sot për sot. Tani, ju e thatë që në Washington nuk shkelin në Departamentin Amerikan të Shtetit Edi Rama, sikurse ndodhi me Vjosa Osmanin për shembull. Po mirë, ky është problemi i agjendës, problemi është që këto gjëra s'kan ndodhur. Këto gjëra nuk kanë ndodhur, jemi në këtë situatë faktike, ai shkoi, mori pjesë, takimi ishte publik, ishin edhe 40 liderë e tjerë. Tani, fjala e Ramës... Ambasada nuk reagoi. Në shtëpi të Bardh nuk shkoi. Fjala e Ramës që u fokusua tek ish-krerët e UÇK-s në Hag dhe procesi gjyqësor ndaj tyre. Madje pati dhe një episod të shkurtër tek a tek, pastaj u bashkua dhe Osmani me presidentin Trump, pikërisht për këtë çështje të paktën nga leximi i buzëve. Çfarë komenti ke për këtë zgjedhje të Ramës? Ai një gjë ka patur në jetën e vet që ka pasur si prore kërshit tjerë. Komunikimin publik dhe goditjen me fjalën në momentet e caktuara. Mos harro, nëse ka një gjë për cilën Trumpi ka fiksuar emrin e këtij zotërisë, ne jemi shumë i vogël që të fiksojë dikush. Lidhet pikërisht me faktin se ai gjithmonë ka thënë fjalën e fundit të parën. Si atëherë kur tha që do ishte tur për botën që të bëjë Trumpi presidenti. Po, në CNN, po. Mirë, do ishte mos e thosh se e para nuk po pyeste kush, po donte t'i binte sy atyre që ata mendonin atë kohë edhe Lul Basha dhe PD-ja mendonin që do vite prap Hillary Clinton. Madje turpi ishte që këta të PD-s ishin ftuar në konventin republikanë dhe nuk shkuan në konventin e Clintonit. Ja këta, këta rrushët e PD-s, këta janë që e kanë bërë në 2016 para 10 vjetësh. Pra, Rama e di që kur shkoj atje do ndikoj me një fjalë. Dhe fjala, emri Kyç ishte emri i Jack Smithit. Po, sigurisht. Prokurorit. Po, nuk kemi, Shqipëria nuk është Amerikë. Shqipëria është një vend ku institucionet janë shumë të forta. Aq më tepër institucionet e drejtësisë, prokuroria, policia, shërbimet e tjerë ka Amerika shtresa. Dhe të gjithë këta që sot përmendin gjykatën speciale turp, gjykatën speciale e tjerë. PD dhe PS, se janë dhe këta tjerë që mos i ka. Të gjithë këta ishin partizanët e prokurorisë së posaçme në Kosovë. Janë deklarata publike në atë kohë, jo sot. Tashmë, kur kjo gjë ka ndodhur, prokuroria posaçme i ka kërkuar dënimet në atje. Pra procesi gjyqit ka mbaruar dhe ata i kanë bërë 6 vjet burg. Përfshi dhe zonjë Osmani, apo njerëz parti zonjës Osmani, sepse po të shohësh dosjet mund të flasim, pasi dali dënimi mund të bëjmë një emision komplet për procesin e Hagës. Akuzat kryesore që i bën atyre zotërinjve që janë Hagë vijnë nga partia e zonjës Osmani. Dhe nga njerëz shumë të ngushtë lidhur me zonjën Osmani. Kanë shku, kanë dëshmuar njerëz në gjykatë kundër, nuk janë. Tani të gjithë kanë një lloj sense fai, po ç'bëra unë atje dhe Rama gjeti momentin që në histori thuhet që unë shkova dhe thash në Amerikë me zë të lartë që duhet mbrojtur këta në Hagë. Por realisht ajo gjykatë nuk mund të zhbëhet më, ajo prokurori nuk mund të zhbëhet më, ai gjykim nuk mund të zhbëhet. Rama thjesht bëri një operacion imazhi për të rënë sy se çfarë do thoshte, për çfarë do fliste. Bëri një operacion imazhi, e bëri bukur, goditi në shenjë, por pa asnjë lloj efektiviteti. Po pse? Sepse kjo mbetet për tu parë, domethënë. Çfarë do bëj presidenti Trump? Do shkojë do prishi gjykatën tash që gjykata është rregjur për të dhënë vendimin? Po ndoshta urrejtja që ka për Jack Smithin. Nuk funksionon pra shteti kështu siç mendon. Nuk funksionon kështu në Amerikë. Ka institucione, doli gjykata e lartë në Amerikë, gjykata kushtetuese atje që kanë ata dhe thanë presidenti Trump këto taksat që ka vënë atje tregtari ka nul, rikthehet e filloi mbajti fjalimin brenda ai në atë fjalimin e famshëm 2 orë fjalim, nuk shëndon ndonjëherë presidenti fliste Kongresit dhe Senatit në 2 orë. Fjalimin me kombin.
Se janë institucionet që funksionojnë. Pra, ai bëri një operacion imazhi, bëri një operacion politik, bëri shumë mirë që e bëri, por efektiviteti do jetë zero, sepse ata janë mbledhur dhe do japin o pafajësinë o dënimet, po më shumë gjas me atë agresivitet që është krijuar. Se mos harrojmë një gjë, se është memorie e shkurtër. Kur u arrestuashim thash? Kur po shkonte tek zyra e Trumpit për marrëveshje. Edhe ti mendon që ata njerëzit e zyrës Trumpit dhe administrata amerikane nuk dinin asgjë, zbritën nga avioni. Tani disa thonë arrestuan amerikanët, disa të tjerë gjermanët dhe për shkak të përmbajtjes së marrëveshjes. Edjola. Edhe prokurorët që kishin në sallë gjyqit tash. Edhe ata që arrestuan, edhe ata që kanë bërë hetimet, edhe gjyqtarët janë amerikanë. Në shumicën e tyre janë amerikanë. Dhe duhet pranojmë një gjë. Dobësia më e madhe që tregoi klasa politike në Kosovë, por edhe në Shqipëri, është që mbështeti krijimin e një gjykate speciale ku akuzat, pra gjithë dosja, ishte bërë nga Prokuroria Speciale e Serbisë para 15 dhe 20 vite. Zoti Vukčević ka ardhur në Tiranë, i ka kërkuar Ina Ramës, e keni gjallë Ina Ramën, pyet. I ka kërkuar që Prokuroria e Shqipërisë me Prokurorinë e Serbisë të bëjë hetimet në veriun e Shqipërisë. Për ato vite. Ato dosje janë. Tu ka pas vetëm një burr në atë kohë që tha jo dhe ka qenë presidenti Topi tha jo, tha kjo nuk bëhet. Harrojnë këtë mëbet. Ti jemi realist. Prandaj kemi ardhur dhe këtu ku kemi ardhur. Ne kemi pasur parimisht gjithmonë një klasë politike. Shqipëri, Kosovë, vetëm Albin Kurti ka qendruar në këtë drejtim, që ka marrë, ka ul të ndenjurat, sa herë i kanë bërtitur të huajt. Prandaj jemi këtu ku jemi. Sot kjo gjë nuk vlen, vlen shumë pak. Vlen nga pikpamja morale, po, nga pikpamja politike ka një vlerë, nga pikpamja efektive s'ka mas një vlerë. Shpresojmë që gjyqtarët të jenë sa më të ftohtë në gjykim dhe të mos jenë emocionale dhe ngarkesë. Shko shiko rrjetet sociale, shko shiko që bëhet media të Kosovës dhe tani dëshmitarët që deri dje ishin mbrojtur kanë dalë publik akuzojnë hapur tani edhe. Hashimin, Rexhën, Kadriun, Jakupin e ata të tjerët. Nuk po trëmben më ata, dalin e thonë po unë kam dhënë këtë dëshmi, unë them kështu, unë ja akuzoj. I kenë në përrjete. Kanë mediat e tyre kanë. Nuk është më sekret kjo gjë. Kjo gjë duhet ishte ndaluar shumë vite përpara. S'ka asnjë vlerë rezoluta që ka bërë Parlamenti i Shqipërisë atje. Kjo gjë duhet ishte ndaluar Shqipëria me ligje, duhet kishte ndërhyrë fort në organizatën ndërkombëtare që kur filloi historia e shtëpisë Verdh, e cila ishte një sajese turpshme që nga fillimi. Kjo tashmë çfarë vlerë ka? Ka vlerë politike, po ç'lidhe ka kjo me gjykimin. Gjykimi iku, u bë. Ata i bën 6 vjet para burgim. Ikën 6 vite jetë. Shpresoj mos ikin tjera. Tani, pretenca është e frikshme faktikisht, 180 vite burg në total nga 45 secili. Shiko, pretenca është e thjeshtë. Mirë, se pretenca me moshën që kanë ata, pretenca është burg i përjetshëm për secilin. Po, praktikisht, po. Kështu që nuk është me moshën. Ata janë të gjithë, domethënë nga Jokupi që është më i madh është over 70, domethënë. E deri tek Hashimi që është më i riu, që edhe ai është 55 etj. Ajo do të thotë që ata nëse marrin atë dënim nuk dalin më kurrë nga burgu. Është burg i përjetshëm de facto. Praktikisht pritet që t'jepet një vendim në qershor ose në korrik, sikur se thuhet. Maj ose qershor. Po, kam lexuar këtë ditë që nga ekspertë të ndryshëm që mund të ketë dhe një vendim pafajësie. E beson këtu? Unë do ta shpresoja, por mirë, përveç dëshirës dhe prandaj po them që gjërat kanë shkuar shumë përpara. Edhe unë e kam thënë shpesh që një gjë që unë nis si padrejti, vazhdoj si padrejti, ka shumë pak gjasa të mos më duhet me padrejti. Sepse gjërat duhet të ishin bërë përpara, tashmë është shumë vonë. Çfarë do bëjnë? Do shbëjnë gjykatën. S'është bëjnë dot. Dëshmitarët kanë marrë statuse, kanë marrë azile, kanë dhënë dëshmi të shkruar etj. Çfarë do bëjnë? Ati ke disa nga ata që jetojnë në Kosovë dhe akuzojnë hapur për vrasje dhe kupton, nuk është se po e vrasin shumë mendje. Nuk se është më sekret kjo punë. Ke media, ke gazetarë, ke njerëz. Janë pjesa më e madhe tyre, ka dhe njerëz që nuk janë të lidhur me ish LDK apo me LDK, po pjesa më e madhe tyre janë të lidhur me LDK. Dhe janë shqiptarë. Dhe këtu nuk bëhet fjalë më për vrasje serbësh, këtu bëhet fjalë për vllavrasje me shqiptarësh. Tani, gjithë këto ditë... Dhe akuza, mbi gjithë. Të rënda, sepse ti po qosh rrjetet sociale, mediat, kupton.
Klasin kanë shkuar, kanë akumuluar mllej fejnatet vjetra e tjerë dhe prandaj them që përgjegjësia atyre që janë Hag, përgjegjësia politike është që sepse e patëm pushtetin, e patëm mundësi nga 2010 e këtej pasi doli vendimi i gjykatës ndërkombëtare për Kosovën, e patëm mundësi që gjitha këto çështje të hetoheshin në Kosovë dhe të krijojë prokuria normale e Kosovës. Pra, krijonte një grup special dhe të merrej me gjitha këto raste. Kjo s'ndodhi, ju hap rruga asaj, Serbia dhe Rusia duke lobuar ndërkombëtarisht, hapën rrugën për atë që ndodhi dhe tashmë shumë bën. Tani, këto ditë, sidomos pas pjesëmarrjes në bordin e paqes, por jo vetëm, të gjithë janë kurioz ose më saktë kanë shprehur pak habi se si ka mundësi që ka një lidhje të veçantë mes Vjosa Osmanit dhe presidentit Donald Trump. Lidhje të veçantë. Do me thonë duket se e ka shumë për zemër presidenten e Kosovës. Presidenti Trump është duke dhënë një endorsement Vjosa Osmanit, por kjo nuk mjafton për të bërë numrat. Sepse, shikos, mënyra se si zgjedhet presidenti i Kosovës është o futen 80 deputet në sallë, ose po nuk u futen 80 deputet në sallë, votimi nuk bëhet dot. Pra, o do kemi zgjedhjet parakoshme, o do kemi president. Mirë, mund të ketë një konsensus për Vjosa Osmanin. Harroje. E përjashton? Harroje, Vjosa nuk ka partit vetëm, partia nga cila ka dalë nuk do ta shoh me sy pjesa më e madhe atyre për arsye të brendshme të tjera. Partitë e opozitës nuk duan të digjen për Vjosa Osmanin. Kështu që Albin Kurti nuk i ka numrat. Kështu që është shumë e gjasë të bëhet nipi e Adem Jasharit, që të marrë konsensusin e gjithëve, me që po flasin për konsensus të gjithëve, se sa të bëhet Vjosa Osmani. Ose Vjosa pastaj shkon vetë dhe mbledh firmat e deputetëve dhe ja çon kryeministit Kurti. Se nuk e se le shumë shteg kushtetuta e Kosovës. Po mos ndikohen nga kjo marrëdhënia me amerikanët që Vjosa ka mirë. Okej. Dakor, ti mendon se do ketë në favor të Kosovës. Ti mendon se po të shkoj Bashkimi Jashari që u duar trokit kur shkoi si kreu i ushtrisë së Kosovës u duar trokit nga gjitha i senati aty. Ti mendon se do ketë keq me Amerikën? Apo do? Jo. Pa dhe çfarë? Pra, o i bën, shikon, në politikë të mban vota. Në politikë mban vota. Momenti që s'ke më votën, je jashtë politikës. Ndaj të tha shumë më përpara aty. Kryeministri për sa kohë ka votat, duhet shpejt e shpejt ta bëj. Se kur s'ke votat, atë kujtohet disa endorsement politik kishte Lulzim Basha nga perëndimorët shqip. Ai erdhi një moment që e kishte më shumë se të gjithë. Doli jashtë politikës, pse? Zero vota. Kështu që zonja Osmani sa ka mundësi që është në zyrë, të dalit dhe mbledhë firmat e 30 deputetëve, që ti shkoj Kurti, thotë ja ku i kanë firmat ato. Po nëse zonja Osmani pret që firma do ja mbledhë Kurti dhe zonja Osmani do t'i shantazhojë me buzëqeshjet e bordit paqes, nuk funksionon kështu. Sepse ata janë ki parasysh që LDK-ja dikur ka qenë partia më e fortë e Kosovës. Sot LDK-ja është vetëm mbi AK-n. Është bërë shumë periferike. Është bërë gati si partia Fatmir Mediu dikur në Shqipëri. Pra, edhe Vjosa nuk ka as votat e LDK-s. Se duhet qëndrim politik i LDK-s. Thotë ne duam Vjosën dhe firmat tonë janë tu. Më kujton ngjarjen kur në 2007, para 19 vjetësh, ne mblodhëm firmat e 20 deputetëve e marrë vetëm atë punën për Fatosnano president. Për ndërkohë s'kishim Partinë Socialiste. Dhe u zgjodh Bamir Topi që ne i dham atëherë 6 vota deputetësh, cili kishte mbështetjen dhe firmat e Partisë Demokratike, se kështu ishte tek ne atëherë mënyra se si zgjidhej presidenti. Kështu nuk është se ka një zgjedhje të thjeshtë si te ne me 71 vota dhe futet. Qa duhet të bëj Kurti? Shkojnë zgjedhjet parakoshme. Ço do shkojë? Ai fitoi zgjedhjet të thellë. Sa zonjë si ka thënë mbledhë firmat dhe unë ta kaloj. Momenti që ti si mbledh firmat, ai që mbledh firmat do ta votojmë ku vonë. Mirë, ai ka nisur konsultimet me partitë opozitare dhe tha që nuk kemi një emër tjetër veç Vjosa Osmanit. Po pra, ai nuk ka emër tjetër. Po nëse Vjosa futet dhe nuk mblidhen firmat, o do vër një kandidat tjetër o do shkojnë zgjedhjet parakoshme.
s'ka zgjidhje tjetër matematike, nuk Tre pas zgjedhjet parakoshme në kaq pak kohë. Ndaj them unë që mundësitë e zonjës Osmani, nëse ajo nuk bën firmat, janë zero. Pra, nëse ajo bën firmat, ai ja jep firmat e vetëvendosjes, thotë ja kujto. Bëj firmat e tuaja dhe shkoj me 80 vota, 80 deputet në parlament, dhe unë nuk do t'i kërkoj as listës serbe, as njëri tjetër që të ashtu. Kemi 80 vota dhe ti zgjidhesh. Po nuk i ke. Unë nuk kam çfarë të bëj. Kam dy zgjedhje. O do shkojmë zgjedhje, ose do vë president tjetër. Dhe PDK-ja dhe AK-ja e kanë emrin. Besoj që dhe Kurti ka emrin, ta thash emrin, Pernipja dhe Mjashari. Po, do shojmë, shumë pak, shumë shpejt janë kjo. Okej. Tani, me qënë se ishim te Amerika, kalojmë tani te Gjermania, do thoja unë. Flitet këto ditë që ka një lloj izolimi të kryeministrit Edi Rama nga gjermanët. Qarë që pranë kryeministrit të Shqipërisë kanë bërë edhe sulme madje ndaj Gjermanisë këto ditë, duke quajtur vend super të korruptuar etj. Çfarë fshihet pas kësaj marrëdhënie? Prandaj pash unë ishte mërzitur gjermanët shumë. Po. Lërat vogla. Flasim. Po mirë, nuk ka vërtetësi, domethënë, sepse unë kam lexuar edhe media të huaja përtej Tiranës. Problemi real qëndron i përplasjes majorancës me sistemin e drejtësisë. Sigurisht që nuk jemi më para një viti kur zoti Rama jepte garanci që antarësimi i BE do jetë shumë i shpejtë etj. Kemi ardhur tek ajo politika reale, por nuk e dinim që do vini politika reale. Problemet e të majtëve në Shqipëri me këta të qendrës djathtë në Gjermani kanë qenë edhe para, nëse të kujtohet, në 2019 etj. Domethënë. Po nuk se kanë ndryshuar gjë të madhe, sepse raporti forcave është kështu, sepse në njëjtën kohë ki parasysh që vërtet që gjermanët janë shumë të ftohtë, shumë të le të themi tashpër me përgjegjësi me situatën në Shqipëri etj. Po erdhën eurodeputetë gjermanë që në niveli më i lartë ata që erdhën këtu. Nuk takuan as Berisha. Pra de facto e kanë me Shqipërinë. Tash këto sulmet ndaj Gjermanisë janë vetëm naivitet politik. Tash a janë individual, a janë më të strukturuar, të se di, s'kam çfarë them, po edhe nuk ka vlen që të merresh me gjë të tillë. Jo, po mirë, se për te oqeanit janë Amerikanët të rëndësishëm, në Europë sigurisht Gjermanët, këto janë dy shtyllat kryesore ku mund të mbështetesh. Ta thash pra, çështja është që realisht të gjithë presin, që ky zotëria që është zgjedhur para një viti për mandatin e 4 të qeverisë. Tash ky nuk qeverisë, merr kohë për këtë, merr kohë për atë, shtyn këtë vendim atje, dhe këta presin dhe thonë tash këtu çka ka, sepse në momentin që ti je mohues, domethënë ti nuk mund dalësh e thush që s'po prishet rrugët Shqipëri. Sepse ai është mohues për çdo gjë. Mohues për korrupsion, mohues për krim, mohues për këtë, mohues për atë, mohues për. Tash ky është mandatuar qeverisë, nuk është mandatuar të jetë bëj karakterin e të jetë bloger. Ky është mandatuar qeverisë, dhe qeverisja ka kostot e vet, ato që ka, se ndryshe e bën të gjithkush. Është mandatuar të marrë vendime. Jo për këtë, jo për këtë, jo për atë, jo për atë, jo për atë. Kush e ka fajin atë? Kështu që normal, çfarë pret që ta duart orkasin? Normal që se duart orket kush. Dhe në mënyrë të veçantë me këta me gjermanët, ai ka pas gjithmonë marrëdhënie më tashpra, janë të largta kohët që e priste Merkeli sikur të kishte vëlla të vogël etj. Po s'është më as Merkeli, s'është më e njëjta Gjermani, bota ka kriza të tjera. E aq më tepër, nuk është më Ukraina lëndë e parë e politikës ndërkombëtare, se vende si Shqipëria, Maqedonia, Kosova duheshin atë koalicionin e gjerë antirus. Si Rusia dhe Amerika kanë fizharmonik tjetër, temat janë të tjera, kështu që mos presim që kanë ai humor shumë të madh pozitiv. Jo vetëm me ne, po edhe me tjerët. Në raport me zgjerimin nuk ka humor pozitiv. Pra, forcat politike që janë në Gjermani, se ndryshe rritet AFD-ja në Gjermani. Nuk se janë objektive dhe duan një zgjerim të shpejtë. Kështu që prandaj them që është një moment në cilin reflektimi më i mirë ndoshta do të ishin sigurisht zgjedhjet e parakohshme.
Me qënë se jemi në Gjermani, nuk e dija e ke lexuar një ditë më parë lajmin që qarkulloi se ambasadorja shqiptare ka emëruar një rus në përfaqësinë tonë diplomatike, ka nisur hetimet apo Se di, nuk mund të flas për gjëra që nuk mund të flas për gjëra që nuk i njoh, që nuk e di. Di që takimet diplomatike janë të gjitha të aprovuara nga drejtoria e linjës në Ministritë të Jashtme, po kështu dhe emërimet. Uroj që ambasadorja mos e ketë bërë një gjë të tillë ose për të qenë diplomat diku përveç kontratës punës e tjerë nga vendi punës që je, duhet kesh certifikat sigurie apo vime tjerë. Nuk e di, duhet të lexosh. Mirë, ikim shumë më larg. 4 vjetori i luftës Ukrainë-Rusi. U bë dje një ceremoni me udhëheqësit e Europës që zbarkuan në Kiev. Kremlini vazhdon me të njëjtën retorik, Kievi po ashtu, Europa i mbështet, nga Amerika as mish as Me pesh. çfarë mbështet Europa me fjalë? Tani po jo, pse edhe para ka lokuar. Me çfarë? Po edhe para. Me çfarë? Sa paketa ka? Sa përqind territorit ka humbur Ukraina 4 vjet? Sa njerëz janë vrarë? Sa para janë harxuar? Sa infrastrukturë është shkatruar? Ku jemi me çmimet e lëndëve të para? Të gjitha këto gjëra janë bilanci i 4 viteve të fundit. A i kemi Rusinë më afër perëndimit apo kemi më afër lindjes? A i kemi më afër Kinës? A është dobësuar BRICS-i këto 4 vjet apo jo? A është bashkuar më shumë nga lufta në Ukrainë perëndimi Amerika me Evropën apo është përçarë më shumë? Këto janë bilancet që do të flasim. Kështu që fatkeqësisht ata që po paguajnë janë njerëzit e varfër, janë ata më të dobtit, janë dhe Evropa i thot Ukrainës ok, vazhdo, por nuk është se ka një antarësim të shpejtë Ukrainës. Kanë kalu 4 vjet, mund të ishte bërë antarësim e Ukrainës në BE. Se Rusia s'ka qenë herë kundër antarësimit të Ukrainës në NATO. Vetëm për NATO, po. Kështu që kalendat greke, siç na kanë lënë Ballkanit, shtyje këte, shtyje ande. Furnizimi me gaz bëhet nga burimet të treta, të katra, me çmime shumë të shtrenjta, përfshi këtu burimet nga Algjeria, nga Katari, nga SBA-ja. Drithërat janë rritur të gjitha lëndet e para, e mbi të gjitha sot Ukraina nuk është më lajm i parë. Kështu që, nëse ju mendoni që ky është një bilanc pozitiv, Jo, nuk e thash këtë. Fitore të tilla paçim nga herët. Nuk e thash këtë, po duket sikur do zgjas pafund, Nuk do zgjas, është një gjë që unë kam thënë gjithmonë, rusët nuk kanë shkruar kurrë një marrëveshje paqe me Japoninë. E megjithatë kanë ambasada. Rusët nuk kanë ndërmend të siç ndodhi në 2014 që aneksuan dhe këtë pjesë të territorit e tjerë dhe janë përqendruar diku tjetër. Me takimet e Alaskës kjo çështje, ky argument është mbyllur fatkeqësisht. Ajo që doli më e dobët nga gjithë kjo histori është Evropa. Dhe fatkeqësisht, për shkak të zhvillimeve të mëdha gjeopolitike në botë, Rusia është futur në mesin e tandemit Kinë-SBA, ku ka një rol jo indiferent. Kjo prandaj tash nuk është më lajm i parë Ukraina. Është lajm, është një nga ato lajmet e fundit. Është një konflikt që do ngri në ato kufi e tjerë dhe do shohim se si do shkojnë zgjedhjet në Ukrainë, se shumë shpejt duket zgjedhje. Tani, Putini dje tha që është Zelenski ai që po minon bisedimet e paqes, mundësitë për paqe, apo këto janë? Të dy ata bën retorik, të dy ata nuk kanë dashur përfundimin e paqes, sepse mos harrojmë që Putini ishte shumë i ftohtë kur filloi aneksimin. Ishte shumë i qartë, tentoi të arrëzojë nga pushteti, prandaj çoi trupat në Kiev, por e ndihmuan britanikët e mëtej dhe amerikanët që mos arrestonin të arrëzonin nga pushteti e tjerë. Në ai moment ka ndodhur ndarja faktike e Ukrainës. Janë 4 rajone të mëdha në lindje, plus ajo rajoni poshtë i Krimes, që është historik, domethënë. Edhe kjo është panorama. Nëse do të vazhdoj, rusët kanë tërhequr 180.000 ushtari, kanë çuar në shtëpi e tjerë, industria, ekonomia,
teknologjia ruse vazhdon me ritme të larta sepse niveli i çmimeve të lëndëve të para është rritur. Rusia ka ekonomi të vogël dhe të bazuar vetëm te lëndët e para. Dhe gjithë kjo ka krijuar një ekonomi. Bota nuk flet më për këtë. Tashmë dhe presidenti i Francës thotë duhet të riabilitojmë marrëdhëniet me Rusinë, të flasim për lëndët e para. Ka ngel akoma pak Gjermania, po da luajnë dorë. Vende të tilla si Slovakia apo Hungaria apo në vend tjetër janë të hapur që duhet të vazhdojmë lidhjet me Rusinë, ekonomia e gjithë të gjërat e tjera. Kështu që kemi ardhur, pra nëse 4 vjet përpara kishte një solidaritet madh botëror me Zelenski, kemi ardhur në ngushtimin e këtij solidariteti dhe kishte ka ngel vetëm Komisioni Evropian dhe janë dy qeveri. Tani, meqense jemi te këto vendet e konflikteve, në pjesën e parë folëm për pjesën politike të bordit paqes, po për të kaluar tek siguria, përveç parave për gazën, një ndër 5 vendet e para që është ofruar për të dërguar trupa, siguria është dhe Shqipëria. Çfarë do të thotë kjo? Shumë mirë, Gaza është një territor i vogël, unë kam qenë, jo, Shqipëria ka një eksperiencë me forcat armatosura në... Por problemi është kush do e udhëheq dërgimin e trupave, a do jenë turqit brenda apo jo? Atë çfarë misioni do ketë? Sepse parimisht po pastaj ç'do do ketë? Pra do jetë mision lufta, mision paqe. Do jetë mision administrimi apo mision, gjithë kjo duhet parë në... Logjikisht mision paqe, se bordi paqes është ai që... Po, që të jetë misioni paqes, duhet binë dakord edhe izraelitët që është mision paqe, duhet binë dakord edhe këta tjerët arabët e palestinës. Nuk është kaq e thjeshtë gjë, pra në parim jemi dakord, në detaje do ishte një kontribut relativ i Shqipërisë, po çojmë nëse s'ndodh një luftë në Iran, se pastaj kam përshtypjen se vëmendja zhvendoset tërësisht. Po para do paguajmë ne apo? Paguajmë rrogat e ushtarëve tanë, trupat tona, gjithë të gjërës. Jo, flasim për këto miliardat që... Po, jo, të kanë arabët paratë të tyre, mos u bëjmë se ka Katari parata ta rindërtoj gazën edhe një herë nga kati 20 poshtë. Okay. Tani, ndonjëherë dhe kemi të sekur, ikim nga gjitha këto zhvillime dhe në pjesën e fundit do të ndalemi tek, meqense të shtunën është e radhës, unë gati e di mendimin tënd, megjithatë le ta përsërisësh, protestat e fundit të gjata e dhunshme të opozitës. E radhës është ajo e së shtunës më 28 shkurt ora 18 në Tiranë përpara kryeministrisë. Çfarë mendimi ke për këtë aksion që po përshkallëzohet, edhe vetë kryedemokrati Berisha paralajmëroi tjetër përshkallëzim të protestave? Do me thonë edhe të përshkallëzuara nuk bëjnë punë. Do të ta them italisht. Po jo, do ta kuptojnë gjithë ata që na ndjekin, kështu që... Do ta them italisht, do ta përkthej edhe shqiptar. Ose më është sicilian që do të thotë. Il provato e il riprovato è inutile che lo provi perché più lo provi peggio lo trovi. Shumë e qartë. E provuar dhe riprovuar. Është e kotë që e provon, se sa më shumë ta provosh, aq më keq do ta gjesh. Nëse PD-ja, nëse opozita nuk ndryshon narrativ. Nëse një herë në 2 javë, kur shkon ai zotëria atje te Spaku, del dhe flet kundra Spakut e kundra gjykatës speciale, duhet kuptojnë gjë. Edhe për fajin e tij, edhe për fajin e tyre të tjerëve politik, në këtë moment Mileti është me Spakun. Nuk do me pa me sy politikën, të majtë, djathtë, qenë, jeshile, preshe tjetër. Ka ardhur këtu. Pra, nëse këta nuk ndryshojnë narrativ, nuk nxjerr. Janë bërë ekstrem se nuk dalin njerëzit. Se po dalin njerëzit, mos u bëj merak. Këtu mitingu i fundit që kanë dalë të gjithë njerëzit. Kanë dalë, ka qenë plot me socialistët ditë se kanë qenë aty, kanë parë me sytë e mi. Është 2 marsi i Ilir Metës. I 2020-s i Ilir Metës. Aty është herë e fundit. S'ka më. Kështu jo bëj natë një ditë, jo hidh. Mirë, bulevardi mbushet, me thënë të drejtën. Po, në rregull. Erëzun do... Po ky përshkallëzimi të çon gjëkundi? Asgjë, vetëm justifikon qëndrimin e Edi Ramës pushtet, duke thënë, okay, unë i kam gjithë këto zeza që ju thoni, po shikoni kush janë këta. Ki parasysh që ka një problem të madh Partia Demokratike sot, ta thash pak më parë, erdhën krerët e Partisë Popullore në Tiranë, drejtuesit, pra nivelli më i lartë nga Gjermania, që historikisht ka qenë afër
sepse ki parasysh që Partia Demokratike është parti historike e Partive Popullore Europiane. Partitë Popullore që qeverisin Evropën sot, është koalicioni që qeverisë Evropën. Dhe nuk takojnë kryetarin e partisë. Pra, përsa kohë vazhdon ky izolim ndërkombëtar. Rama ka problemet që ka, por harroje se do kesh pjesën tjetër. Ky është problemi thelbësor. Nëse Partia Demokratike sot nuk kupton që nuk ka mënyrë tjetër por vetë se të zgjerohet dhe në raport me drejtsinë e re, që për mua e përsërisë një herë, është gjëja më e gabuar që kanë bërë 10 vjet përpara. Po mua s'e pyet kush, mua dhe ty thjesht mund të na dëgjojnë në media. Por sot Mileti është me ta. Kështu që fatkeqësisht ata nuk ngjisin. Thjesht kjo gjë do shtyhet, vjen pranvera dhe ka një gjë shqiptarët kur vjen pranvera ngrohet koha, kthehen merren me punë, pse nuk se kanë marrë qefas protestat. A do çoj kjo gjë në një për shkak të stresit që ka sot majoranca në një bashkëpunim të tyre në parlament për të ndryshuar disa gjëra në reformën e drejtësisë. Ta shohim ndoshta në përsëritje 2008. Edhe atëherë u bë mundshme bashkëpunimi Rama Berisha ose mirë Berisha Rama për shkak se ndodhi gërdeci. Ta të shojmë për shkak situatës, ndoshta ka një oksigjen nga kjo ana më tanë. Po ngjisis. Po është në kushte Berisha për të bashkuar votat me Ramën për të risjell 2008-ën? Se di, nuk shoh që shiko, asnjëherë politika nuk ka qenë më e dobët se tani në Shqipëri. Për vetë se në 89-ën. 89-ën ka një kohë kështu që njerëzit nuk donin të bëjnë politikë. Dhe ajo që shohun si rrezik real është që me rënien me prishjen se partitë politike këta i prishin, nuk erdhi dikush nga hëna i prishte. Ajo që shohun është kërcënimi i populizmit në gjitha vendet rrotullesh, në gjitha vendet që kanë eksperimentuar një situatë ngjashme, ka përfunduar që pastaj në pushtet shumë shpejt për pak kohë ka ardhur populizmi dhe populizmi ka qenë katastrofë. Kemi parë në Greqi, kemi parë në Itali. Itali erdhi ai që shiste sanduiçet e stadiumit Napolit. Edhe që sot, edhe megjithëse s'ka diplomën e shkollës lartë, është i dërguar special i BE-s për gjirin persik dhe është profesor në King College në Londë. Unë parashoj që nëse vazhdon kështu do të ketë një kolaps të sistemit politik dhe do krijohen modele të reja politike që do jetë një dëm akoma më i madh se do vi populizmi, sa të mësojnë ata politikën, sa të pasurohen dhe ata. Nga do vinë këto modele të reja? Nga qelli s'do zbresin? Këta ekzistentët? Po jo nga ekzistentët, më këta me që shetë në rrjetet sociale. Ke pati, del Big Brother, i mbushet televizionin, nuk shef kush më asgjë. Dhe më thënë, del kryeministri në podcastin e vetë, nuk e shojnë as ata që punojnë kryeministri. Se i ke live, i shef live sa njerëz janë aty. As ata të partisë vetë se një. A mund tjetë që me këto protesta që po i përshkallëzon deri diku të dhunshme, Berisha po do të përçojë ndonjë mesazh tek ndërkombëtarët? Asnjë gjë se tek ata që e kanë izoluar ndoshta. Se bën dot. Që un kam në dorë destabilitetin, stabilitetin. E vetmja gjë që justifikon me destabilitetin është pushteti i Ramës. Asgjë. Sepse nuk e ndjekin më. Mirë, po, domethënë këta janë të gjithë nuk din fare, nuk marrin vesh, domethënë dalin me vetdije, ndërkohë që janë të djegur të gjithë. Po paguajnë faturën e atyre gjërave që kanë bërë. Po paguajnë ato që kanë bërë 10 vjet përpara. Se mos harrojmë që as isha asun as ti në parlament kur ngritën dorë këta kur votojnë. Ishin këta. Këta ishin. Kujtohet ajo lufta civile në Selinë e PD-s, kush marri oborrin e PD-s dhe kush marri zyrat me qyshie, me sopata e tjera. Kanë pasur rësti, këta kanë bërë. Kujtohet që thoshte Gazmend Bardhi për Sali Berishën, që thoshte Sali Berisha për këta, Gongjek Marka e kujtohet. Ta janë. Njerëzit kanë gjithë kujtesë. Kujton se do i marrin seriozisht. Kjo është probleme. Nuk mjafton të thuash që këta janë të korruptuar dhe këta janë kriminalë dhe unë do vim pushtet. Këta kanë vetët për ushtëri të dyve. Këta i kanë nga veriu, këta i kanë nga jugu dhe kaq. Por kjo është pengmarrja që i kanë bërë sistemit politik.
Prandaj them që kërcënimi real që këtu kemi është që do dali dikush, do krijojë një gjë komplet të re, ndoshta të suportuar dhe nga këta të huajt. Populizmi, ai populli i famshëm i 2 marsit që doli atëherë për Metën, po që Meta nuk e vazhdoi atë lëvizje, e ndali atë natë. Populli i 2 marsit do krijojë një narrativ tjetër, një ashtu, dhe do shohim njerëz që ne as nuk i njohim, mos nuk i dimë. Kishte dëgjuar ndonjëherë për Ciprasin përpara? Në 2008, në nëntor 2007, unë si këshilltar i sigurisë kombëtare me presidentin Topi shkova në vizitë zyrtare në Athinë. Në 2009 asnjë nga ata politikanë nuk ekzistonte më. Përveç presidentit Karolos Papulja, si ishte i ndjeri, ishte i moshuar edhe qëndroi derisa mbylli mandatin, ishin zhdukur gjithë ato. Jo klasë politike mbajtës, djatës, pasoke, Nea Demokracia etj. Dhe erdhën njerëz komplet të rinj. Kjo është situata në Shqipëri që nëse këta vazhdojnë të mos marrin asnjë vendim dhe përsërisin një të gjërat që kanë bërë, unë pres çuditëra nga ato të filmave në Shqipëri që shikoj, jemi në situatë e diona që asnjë nga politikanët të parlament nuk përmend dot emrin e një tash quajtur oligark apo biznesmen të madh Shqipëri. Asnjëri më, njëri. Kanë ata shkretës siç është një fshat ande nga Veriu Bregdet, dalin edhe sot kanë dalë zihen në policinë e tjetër. Ora nuk shkon nuk shkon një deputet i PD-s, një shkoi aty. Një. Pas jo i PD-s, pas nga këto partitë që orbitojnë rrotull PD-s. Çfarë? Kjo është situata. Po tani në aspektin e sigurisë, si është e ti që policia për shembull e tejkalon gazin lotësjellës edhe në territorin e selisë së Partisë Demokratike, nga ana tjetër Berisha kërcënon me po të njëjtën gjë në selit të Partisë Socialiste. Kemi kaluar të vetmi që më dhimbë se mua aty realisht janë ata policët atje që shkojnë atje. Se ata policët kanë qenë, ata gjuheshin me gura dhe me ashtu edhe me 21 janar ato protestat që bënte PS-ja kur ishte përpara, po ata policë janë aty. Nëse do futesh në Google, do gjesh një shkrim timin tim pas 21 janarit me titullin Unë dje isha policë dhe u morë dhe u botua edhe në Francë te Corriere Internazionale atëherë. Do të thënë janë po të njëjtët policë, ndonjëherë janë po të njëjtët komandant policie, lëvizin nga këte janë dhe ata janë në mes. Ata janë viktimat. Kur realisht ata janë duke bërë vetëm punën e tyre në një anë ose në tjetër. Partitë politike janë në parlament, janë aty ku janë, qoftë edhe për të marrë vendime të mëdha. Këta nuk marrin vendime, as këta që janë pushtet dhe as këta që janë opozitë. Vetëm përdorin këto gjëra. Thjesht kanë ndryshuar, ca kanë dalë në rrugë, ca janë në opozitë, ca duan të kthehen atje ku janë në zyrë, edhe ca duan që këta që janë në zyrë të dalin prapë në rrugë. Okej. Unë falenderoj shumë që të kisha në studio. Nuk ka në Shqipëri sot për sot Albin Kurti. Bëhet atë që bëri Albin Kurti, që të qëndrojë në opozitë, të mos pranoj ofertat futën të qeverit. Po Adriatik Lapaj thot, unë jam Albin Kurti dhe Tsipras. Adriatik Lapaj, po të më kishte dëgjuar mua, kur ja kam thënë para 3-4 vjetësh, dhe të mos sillej si shoqat, sot do ishte parti politike në parlament. Adriatik Lapaj i ra rrugës shkurt dhe prodhoi vetëm një mandat për avokat populli që iku e la momentin e parë që i dhan ofertën e parë. Këtë bëri Adriatik Lapaj. Adriatik Lapaj unë e kam këshilluar. Do të bësh parti, do të bësh lëvizje, shko fshat më fshat Shqipërisë, takoj njerëz. Nuk ngjit, nëse ne presim që ndryshimi do vi nga unaza e brendshme e Tiranës, apo e të punë. Okej, faleminderit që të kisha. Faleminderit dhe ju të nderuar miq që na ndoqët, të pashoq rikthehet sërish.